Në vigjilje të Pashkëve Katolike, Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkëve metropolit Tiranë-Durrës, ka ndarë një mesazh urimi për të gjithë besimtarët. Në mesazhin e përcjell, ai ka dhënë thellësi dhe reflektimit kombëtar. Në dritën e Krishtit të ringjallur, nga dhënyes mbi errësirën e varrit, neve sot rizbulojmë lajmin më të bukur për të gjithë njerëzimin. Vdekja nuk e ka më fjalën e fundit. Krishti i ringjallur nuk na braktis në orientimin drejt së ardhmes që përjetohet sot si në botë ashtu dhe në Shqipëri. Vendi ynë nuk duhet të presë që e drejta apo e ardhmja do të na vijë nga jashtë. Drita e Zotit na fton të besojmë se ndryshimi është i mundur dhe fillon para së gjithash nga zemra e njeriut sot. Një mesazh urimi paqeje e reflektimi ndau edhe Imzot Giovanni Peragjina, arqipeshkëv metropolit Shkodër-Pult. Paqja qoftë me ju. Ky është një përshëndetje bekimi që dëshiron të arrijë në çdo zemër dhe të bëhet prani konkrete në jetët tona. Jetojmë në një kohë kur bota duket gjithnjë më e përqarë nga konflikte, tensione dhe dhuna që rrezikojnë të na çojnë drejt një pikë pakthim. Le të bëhemi ndërtues të paqes dhe jo spektator të dorëzuar. Ndërkohë, besimtarët i qëndruan besnik rritit të përbashkimit përmes ushqimit tradicional, duke uruar për Pashkët me shpresë, paqe dhe ringjallje. Gëzuar për shumë vjet Pashkët të gjithë besimtarëve katolik. Kjo ditë simbolizon ringjalljen e Krishtit, ringjalljen e jetës. Kam përgatitur një gatim tradicional të Shkodrës, quhet përpeq, përgatitet me qumësh dhe me vezë, dhe në Shkodër e bëjnë vetëm për ditën e Pashkëve. Sipas një tradite shumë vjeçare, ne sot bëjmë bekimin e bukëve. Buka për ne simbolizon korpin e Krishtit. Dua t'ju uroj gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar Pashkët, sa më shumë mbarësi dhe sa më afër Zotit, dhe lutemi për paqe në botë. Veza Pashkës, si nga veza, simbolizon thelbin e jetës, të krijesës së çdo gjëje. Gëzuar Pashkës, shumë shëndet dhe mbarësi, paqe për gjithë. Gëzuar Pashkët gjithë shqiptarëve. Pashka është festa më e madhe e kalendarit të krishterë që simbolizon ringjalljen e Krishtit.